Përshëndetje dashur miq të Antena Televizion, rikthehemi me emisionin Sinjal me mua Ermal Peçin për diskutuar në fakt mbi zhvillimet dhe ngjarjet më të fundit. Do të fokusohemi konkretisht mbi atë se çfarë ndodhi ditën e sotme. Gjykata e posaçme tashmë ka pezulluar Belinda Balluku nga detyra e zëvendës kryeministres, por gjithashtu i ka ndaluar dhe pasaportën. Në fakt duket se tashmë zhvillimet politike, por edhe atë se çfarë po ndodh në vazhdo në drejtësi politik, duket se që nga një lojë e cila sapo vjen dhe po nxjerr. Ditën e dieshme, në fakt, vetë opozita bojkotoi parlamentin në shenjë revolte ndaj kryeministit Rama, por edhe ndaj Belinda Ballukut, ndërsa ditën e sotme GKK-ja ka qenë në veprim. Në fakt, Partia Demokratike ka vazhduar përsëri me sulme ndaj kryeministit Rama, por duke mos ndaluar shumë tek Belinda Balluku. Por si duhet ta kuptojmë këtë lajm? Si duhet ta kuptojmë dhe çfarë pritet ndodh? Në fakt, mbi këtë ngjarje dhe mbi këtë zhvillim i cili duket se ka tronditur qeverinë socialiste dhe Edi Ramën. Çfarë pritet bëj Edi Rama? Vetë ditën e sotme të paktën 3 orë, të paktën sipas burimeve mediatike, Belinda Balluku ka qëndruar në zyrë së bashku me kryeministrin Edi Rama. Çfarë është folur në atë zyrë? Çfarë është munduar të dali? Cilet janë skenaret që do të ndodhi me Belinda Ballukun dhe çfarë pritet tashmë në vazhdim? Si do të vazhdojë dhe si do të veprojë qeveria socialiste? Ndërkohë ditën e sotme, po ashtu Partia Demokratike ka palajmëruar ditën e hënë një protestë apo foltore ndyqe ata po presin të bëjnë dhe të zhvillojnë. Një situatë gati sa në trokitjen e dyerve të Spakut, por sa dhe në luftën midis Berishës dhe Edi Ramës. Për të folur për to çështje, fakt kam kënaqësinë të kem në studio avokatin e njohur zotin Romeo Kara. Avokat, përshëndetje. Përshëndetje Ermal. Avokat, kënaqësi një herë dhe faleminderit për kohën tuaj. Kënaqësia është e ime. Avokat, do doja se këtu jam si shtëpi. Ja, te e dim neve gjithmonë në fakt ti e ke fituar vetë këtë merit, kështu që nuk kemi çfarë t'i bëjmë kësaj pune. Avokat, doja ta nisim menjëherë me një dëshifrim të ngjarjes, çfarë në kupton ditën e sotme GKK-ja që ka kërkuar pezullim nga posti i zonjës Belinda Balluku dhe pezullimin apo ndalimin e pasaportës së zonjës Balluku. Duhet ma shpjegosh nga ana ligjore dhe më pas çfarë në kupton dhe kjo politikisht. Po ta kishim lexuar të gjithë vendimin, por me që nga media ka ardhur që ngjelet sekret për momentin. SPA ka bërë një njoftim në këtë moment që ne po flasim. Po. SPA ka bërë një njoftim, mund ta lexoj edhe unë për. Po, shumë mirë. Po lexova atë edhe njerëzit njëkohësisht njën, edhe unë do flas më. Po, tani me njëherë e lexoj sa të shikoj pak reagimin sepse. Se njoftimi mund ketë një fakt që flet vetë dhe nuk kemi nevojë ta mençojmë. Tani ditën e sotme, SPA ka bërë njoftimin zyrtar, ka zbërthyer skemën e abuzimit me tenderin e llogaras dhe unazës së madhe. Pra këto janë, Prokuria e posaçme për korrupsion dhe krimin e organizuar ka lëshuar njoftim zyrtar mbi hetimin ndaj zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës Belinda Balluku për 2 tendera të mëdhenj, tunelin e llogaras dhe unazës së jashtme të Tiranës. Në anën tjetër, po të lexoj gjithë çfarë ka thënë, Prokuria e posaçme për korrupsion dhe krimin e organizuar njofton se në vijim të hetimeve për procedimin penal numër 136 të vitit 2025 janë evidentuar shkeljet barazisë së pjesëmarrësve në tender dhe ankande publike në kuadër të 2 procedurave. Pra, për momentin në fakt kjo është ajo se çfarë thot SPAK dhe do vazhdoj. Jo, do të vazhdoj në lidhje me procedurën e prokurimit me objektin e ndërtimit tunelit të llogaras në sanksionin rrugor Ori-Kumimar, pjesë e autostradës Vlorë-Saran, të zhvilluar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë. Deri në këtë fazë të hetimeve janë evidentuar veprime të kundralishme të panderus Belinda Balluku. Në cilësinë e Ministrës së Infrastrukturës dhe Energjisë kanë ndjekur dhe orientimin në vijimësi procedurën e këtij prokurimi publik prej fazës përgatitore, zhvillim të procedurës, dorëzim dhe vlerësim të ofertave deri në momentin e lidhjes së kontratës me operatorin ekonomik fitues. E pandehura Belinda Balluku
në bashkëpunim me anëtarët e Komisionit Vlerësimit të Ofertave të pandeurin Ervis Berberi, Gentian Gjyli, Eralde Lezi, Jetmira Dervishi dhe Mirzeta Kashnica kanë paracaktuar fituesin e kësaj procedure prokurimi. Kanë krijuar avantazhe dhe privilegje të padrejta për bashkimin e operatorëve ekonomik fitues, të cilët janë I dhe A thot. Në kohën e kryes së veprimeve për këtë procedurë prokurimit, pandeurit kanë pasur detyra funksionale. Ervis Berberi, drejtori I përgjithshëm I Autoritetit Rrugor Shqiptar, Eralde Lezi, drejtori I Drejtorisë së Planifikimit Strategjik dhe Operacioneve në Autoritetin Rrugor Shqiptar, Gentian Gjyli, drejtori I Drejtorisë së Ndërtimit dhe I Mirëmbajtjes në Autoritetin Rrugor Shqiptar, Jetmira Dervishi dhe Mirzeta Kashnica, specialist nivelit lartë në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë. Sa I takon procedurës së prokurime me objekt ndërtimi unazës së jashtme Tiranë loti 4, me numër referim dhe këto jep të dhënat e numrit. Ka rezultuar se pandeura Belinda Balluku në cilësinë e Ministrës së Infrastrukturës dhe Energjisë ka ndjekur dhe ka orientuar në vijimësi procedurën e këtij prokurimi publik të zhvilluar nga instruksioni në varësi të kësaj ministri. Ministria e Autoritetit Rrugor Shqiptar në fazën përgatitore, zhvillim të procedurës dorëzim dhe vlerësim të ofertave. E pandeura Belinda Balluku në bashkëpunim me pandeurin Ervis Berberi, anëtar të njësisë së prokurimit, dhe këta I jep me iniciale JÇAK-DG, anëtar të Komisionit të Vlerësimeve të Ofertave, Eralde Lezi dhe shtetasit KKMSH kanë paracaktuar fituesin e kësaj procedure prokurimi, krijuar avantazhe dhe privilegje të padrejta për bashkëpunimin e operatorëve ekonomik SHPK, PSHPK dhe NSHPK. Gjatë tyre dy procedurave të prokurimit janë evidentuar veprime në kundërshtim me ligjin numër 162 fraksion 2020 për prokurimet publike, VKM-ja numër 285 njës dati 19.05.2021 për miratimin e rregullave të prokurimit publik, ligji numër 9367, datë 07.04.2005, për parandalimin e konflikteve të interesave në ushtrimin e funksioneve publik I ndryshuar. Pas kërkesës paraqitur nga prokuria e posaçme, gjykata e posaçme e shkallës së parë për vendim numër 118, datë 19.11.2025 ka vendosur. Më datë 20.11.2025 janë ekzekutuar masat e sigurisë personale. Hetimet e deri tanishme janë kryer përmes metodave speciale, grumbullimit të provave digjitale, si dhe kryerjen e veprimeve tjera hetimore. Ndërkohë, prokuria e posaçme vijon hetimin për këtë procedim penal. Pra kjo është. Pra ka një komunikim akuzë, thoni ju, për një proces dytë. Po, janë dy çështje dhe pritet që të vazhdojnë akoma. Atëherë, kjo rëndon situatën për Ballukun, pasi e nxjerr përsëritës, dhe në këtë kuptim gjykata ka vendosur të marrë këtë mas, që të mos ketë përtruajtur integritetin e procesit, besoj, të mos kryej vepra tjera të tilla dhe të mos largohet nga Shqipëria duke bllokuar pasaportën. Këto janë arsyet. Pastaj shkaqet dhe faktet pse kanë vajtur atje mund të jenë në arsyetimi që nuk kushton akoma. Avokat. Pra, po të mos ishe me mandat deputeti, mund të kishin vepruar në tej. Po mos ishte me mandat deputeti, në kuptojnë që do ishin hedhur pranë atë moment? Por mund të kishin vajtur në këtë pikë. Fakti që kanë bllokuar pasaportën tregon që vepra është e rëndë, është e përsëritur, e kjo e rëndon pastaj situatën ligjore në cilën është. Në çfarë pozitash e shikon sot Belinda Ballukun? Shumë vështirë. Pozita është shumë e vështirë. Edhe ligjore, po dhe tërheqja e vëmendjes. Zbesoj se asaj pëlqen situatën në cilën ndodhet qoftë përballë organeve të drejtësisë,
qoftë në qeveri, apo në partinë e saj, apo dhe me publikun. Pozita shumë e vështirë. Avokat, në qoftë se qëndrojmë në këto momente, në këto pozitat vështira, çfarë nënkupton kjo goditje, në thënë za zbatimi i ligjit, se s'mund ta quajmë goditje, por çfarë nënkupton kjo për pozitat e Partisë Socialiste, për pozitën e zëvendës kryeministres vendit dhe për pozitat e Ramës në këto momente. Duhet më bësh një analizë të mirëfillt për të kuptuar në çfarë momenti jemi. Shiko, kjo nuk është një rufen qell pastër, që erdhi ra tani dhe ne si qytetar apo qeverisja po gjendet e papërgatitur shpirtërisht e tjerë e tjerë. Unë besoj se Belinda aty u ka vajtur, ka bërë vazhdimin e procedurave që ka gjetur, pra të njëjtën metodë. Prandaj them e gjithë qeverisja duhet të hetuar deri në fillim. Nga sot e të udhtojmë të kaluarën e të shohim të gjitha investimet që janë bërë. Se s'është vetëm ky sektor, besoj janë mos themi e gjithë qeverisja. Pra nuk gjej më fjalë justifikuese. Dhe këtu ka të bëjë paktën me një krizë të madhe. Krizë morali. Dhe kur ka kriza morali, ne ka disa thënie, domethënë për zanatçitë e mirë, po edhe për profesionistë e mirë, për avokatë e mirë. Kur shkon dikush ka avokati dhe kërkon një mrekulli që unë e kam bërë të punë tani, po të më shpëtosh e tjerë e tjerë. Avokati thotë, unë jam një profesionist i mirë, jam një avokat i mirë, po nuk jam magjistar, unë nuk jam zoti. Se magjistari bën marifete, por ai mrekullit i bën zoti. Unë nuk jam thotë ai as zot, as magjistar në krahun tjetër. Që unë të bëj mrekullira. Tani çfarë do lloj avokatit mirë të jetë, nëse gjendesh përballë fakteve të tilla, ose çfarë do lloj oratori mirë që të jetë Rama, sa do të organizuar ta ketë partinë. Mund dali dhe nesër të bëj zgjedhje nga e para dhe t'i fitoj. Por morali i qeverisë ka rënë. Morali i qeverisë ka rënë. Pa dyshim fare. Dhe për këtë që po them, mbas rënies së morali, do të shohësh se si kriza do të shpërthej brenda mazhorancës. Do shpërthej një krizë brenda mazhorancës, çfarë dini avokat? Ose çfarë parashikoni më saktë? Edhe të deduksioneve të ngjarjeve. Shiko, ka disa të huaj që të vinë të japin dorën, i merr për qafe, ne i prezanton dhe ne, e thua, ore Europa dhe bota, këto duan më dha, nuk duan një i tjetër. Po ka disa gjësi tjera që mbaj shënime. Dhe këta nuk duan ta pranojnë realitetin, se unë shoh që nuk po njohin më realitetin ose nuk duan ta njohin. Dhe nga njëherë them, po si ka mundësi më që një person që deri para pak vitesh ka bërë një jetë thjesht, nuk e njeh realitetin më. Vepron me një arrogancë të tillë sa i bën kashillik edhe drejtësisë, edhe njerëzve. Se këtu është abuzuar hapur. Me pushtetin dhe forcën që tje politika është abuzuar hapur. Dhe fakti që dalin prova të tilla, të folura të tilla që ka kaluar deri në idiotësi, telefon, ta pas kanë marrë. Ta nuk pas kanë bërë as lodhin e duhur për të fshehur. Ta pas kanë marrë. As janë lodhur takohen diku e të flasin. I kanë darë sapet pazarin telefon. Po nuk merren miliarda, se janë miliarda. 50 milion euro janë fshirë me një dorë. Aq të paktën sa kemi parë ne, po, që flitet, po. Po, u ta jap me bindje e kam thënë sot ke Portivu. Ku ka tender që nuk është vjedhë Shqipëri? Nuk ka tender që është vjedhë? Absolutisht, po më këta tendera
investime, grante, drejtë, ku ka hapje një bisedë, por nuk gjete. Ata më shënime. Tani do i themi atyre atje. Ju me Ajdu do bashkëpunoni ju? Ju Europa apo Amerika do bëni aleat me Ajdu të tantë na mbani ne shfrytzuar? Ta prishim të ëndrën e popullit shqiptar për perëndim. Se unë, nëse do të jem një burr shteti evropian, kur shoh një tillë, unë nuk takoj më njerëz që janë pa moral politik. Politika ka moral. Avokat, ju thoni politika ka moral. Unë dëgjoj në çdo tryez nga mëngjesi deri në darkë thonë politika është pa moral. Thonë kështu e ka politika, nuk do moral. Tani më dëgjoj mua herë, pastaj ato që fshi ato që keni dëgjuar, tani më dëgjoj mua. Unë të dëgjoj me shumë respekt, po edhe do të kundërshtoj tani. Jo, politika ka moral. Edhe po çfarë po kundërshton tani? Hajde kundërshton. Po ja të them, po të them pse e hape këtë banakun televiziv këtu? Po mirë, nuk është çfarë mendoj unë për një moralin tim. Pas ke moral ti. Po unë e kam, se ti e di dhe më. Po mirë, po ti je i sigurt. Po unë them në për tryeza flitet që politika s'ka moral. Po mos u ul aty ku s'ka moral. Po nuk po them unë s'po ulem, ti e di shumë mirë. Po unë dua të diskutoj mendimin me ju. Po politika ka moral. Edhe biznesi ka moral. Është buni e madhe biznesi. E di shumë mirë. Po humb besimi biznes nuk bëhet më. Edhe marrëdhënia me popullin është një kontratë. Po e quajmë biznes në kuptimin e përgjithshëm. Po si mund të kem besim unë? Tani, ata nuk e di a janë bashkë akoma në zyrë apo jo. Tani, Ametaj doli kështu. Thonë që i ka vajtur dhe unë si manja në zyrë. Dakor, të shkoj ku shdoj tani pra. Nuk është as zoti as magjistar. Kjo punë, për mua, po t'jem kryetari i qeverisë, them zgjedhje parakosh. Pushtetin pa moral mos qoftë. Se do t'ja ndjejnë mbrapa pasojat. Pushteti pa moral të çon atje pasaj dhe përfundon si Gaddafi. Përfundon si Gaddafi. Si Mubaraku, 100%. Jam i bindur për të gjitha. Pushteti pa moral përfundon kaq keq se sa merr mendja. Po që të zgjuar të provokojnë të bëjnë reagimin e dur, që të rikthejnë paktën një minimum morali. Kjo, si që kjo krizë, po çfarë do na flasin? Po qa guxon del në parlament edhe në bankë këshillik? Ç'më duhet mua se ky është i haft të batërdisi me oratori opozitës? Ç'më duhet mua? Unë jam popull. Unë s'jam opozita. Tani ata njerëz që mendojnë si ty e si unë jam i bindur që s'jam përfaqësuar fare atje. Se të dy palët bashkë kanë marrë 42% votave. Po 58% duhet durojnë të këshillik atje? A mund dalun kërkosen parlament për arritjet e mëdha? Ku janë arritjet? Apo jo normal? Jeta është shtejtuar dhe unë kam thënë me kohë, vetëm të marrin, të bëjnë një task force, të marrin gjithë prokuroritë e rrethave. Se këtu s'ka auditime. Audituesit kanë qenë qenë të rrahur në gjithë administratën shqiptare. Nuk kanë guxuar të shkojnë qoftë me i tender, auditues e brendshëm. I vetmi ka punuar kontrolli i shtetit, një farë media investigative edhe prokuroria, asgjë më tepër. Ti shkojnë fondeve limite, do vënë duart në kokë. Që aty? Të shojnë pasuritë atyre që merren me tenderat. Si mund të lejojmë ne që krimba pisanjos të marrin parat tona, se ata marrin pjesën e vogël, pjesën e luanit dhe marrin ta lart, e na përfundon pastaj dhe investime politike në mediat e tjera, gjithë para që dalin kështu. E shpjegova ke reporti Vuja. Është një rast që unë e di shumë mirë. Po. Se mendoj që lexoj edhe updatohem me filozofia e funksionimit të korrupsionit, që dështoi një rast korrupsioni në Afrikë. Di pse? Zakonisht paguhet me ato para që merren nga dikush që lidhet me pushtetin,
paguan dhe opozitën bile i orientuar nga pushteti, paguan dhe ata që të mbyllin gojën tonë. Edhe median, dikush nuk e luajti mirë pagesën opozit, ju hap skandali, pa ta ka një, edhe ata që janë në Afrikë atje, në Afrikë të Jugut, kur skandali hapet media, fillon hetimi. Dhe kur krimi zbulohet, dënohet. Jo sa ta doni të dënoni. Dhe aty ka një pavarësi më të madhe të pushtetit të drejtësisë se këtu. Se këta këtu du të na shbëjnë nga të gjitha anët, ne, dhe kur të shbëjnë moralisht, nuk të bëmë për shtypje. Se trajton si budalla të vjedh, trajton si prostitut edhe të shënderon e tjera. Nuk bëmë për shtypje. Ne po mundohemi të i themi stop zhbërjes morale të këtij vendi. Dhe korupcioni është baza e zhbërjes morale të vendit. Dhe korupcioni duhet të trajtohet si tradhti e madhe kombëtare. Tani çfarë është korupcioni? Unë të votoj të më qeverisësh apo të më mbjedhësh. Kam kaq vite që flas për korupcionin. Dhe kaq vite që marr një luftë të pacip nga qeveria. Se mirë, ajo pjesë opozitës që unë e kam atakuar dhe kam një konflikt, se me Demek i kam çuar dosjet. Po unë se kam me pjesën e ndershme të opozitës. Me ata me cilët pim kafe ti e unë, po që s'kan akoma guximin që ta pin kafen hapur. Si që pin bashkë me ne të dy ata, e tonë, unë e pi kafe me Romeon edhe jam i kënaqur që e kam mik Romeon. Për Afrikat sak. Po mirë, po do të bëll kjo punë. Po do tani po po jo s'ka gjë, po apo të themi tabelë emulacioni. Po tani ne s'mund mojmë njerëzit shërim se tani kjo punë ka marrë erë. Çfarë do gjë që të bëj Rama, nuk lahet e dhjera me të përmjerë, themi ne. Tani, o të bëj qeveri nga e para, të shkarkoj për mua pjesën më të madhe të lërë vetëm ministrat e rinj, se ka ca përfolur atje. I të mbaroj. Po, mbi këtë premis do të pyesja prandaj. Ka ca përfolur. Dhe unë çka kam ditur më kanë dalë, bashkë kemi bisedu. Do ketë ca të tjerë në nivelin e dytë, po do ketë në nivel të parë. Do të bëj ose nëse nuk ka, se mund të kesh votat, po është ndarë vota nga morali, dhe ajo vot që është ndarë nga morali, do të lexojmë ndryshe. E shkarkon Rama Belinda Balluku në këto momente? Po çfarë do të bëj? Nëse ai nuk pra, unë jam i sigurt që aty nuk ka bajt mundi edhe zgjedhje parakoshme. Por edhe një rikopozim. Këtu tani ai ka ngecur këtu. Kjo është kriza më e madhe morale që ka pasur Rama. Pra krizë më të madhe se kjo nuk ka pasur. Tani realisht është detyruar të zbatoj vendimet e drejtësisë. E mban Rama, por mua ka rënë morali i gjithë qeverisë. Kështu që nuk ka më rëndësi e mban apo se mban. Kam edhe ca kurreshtje, por edhe nga njerëzit që na ndjekin. Ogerta Manasreliu, Spiro Pali apo një emër tjetër zvendëson Ballukun nëse ndodh që Edi Rama lëshon Ballukun. Po zgjodhë një nga këto treja, do bëj gabime më të madh jetës tij. Po pse? Apo dhe kanë hallin e spaku dhe këto treja? Unë po them, unë të dhash një ide, do të marri njerëz krejt të rinj, po me personalitet. Zdeqin e Caushi, mund të jetë... Po ta marri, atë ka pas zgjidhje më të mirë. Pra, Zdeqineja e vetmja që zvendëson Belinda Ballukun për zvendës kryeministre. Bile ta vej kryeministre. Pra, Zdeqineja mund zej edhe vendin e Ramës. I ka bërë 40 vjeç sa qëllë presidente. Jo, 40 si ka bërë, është vajzere, diku te 26, 27. 27 që e ka? Po. Kështu që në këtë kontekst ato të bëj. Duhet të bëj Zdeqinen. Pra, Partia Socialiste në këtë momente duhet të zëvendësohet. Sa herë që flet ajo më shnime. Flet shumë mirë. I qanë gjëra. Pra, do më thënë, edhe grupet e interesit duhet të afrohen të Zdeqineja në këto momente. Atë të bëj që ta marri vesh, e tjetë ai qytetari thjesht, e ta ketë në krye atë, dhe ta marri vesh sa mirë ka bërë zgjidhjet. Atë të ve. Duhet vendosë pra Belinda Balluku i vetmi njeri që e zvendëson dënjësisht Zdeqinen Caushi. Nuk e di, unë po them me që më pyete për Ramën. Edhe Ramën. Rama dali qytetari thjesht si unë, e ta ketë atë atje në krye. Pra Rama tjetë vetëm kryetari Partisë Socialiste dhe jo kryeministri vendit. Po me që ka bërë zgjidhje kaq mirë, ta shijoj edhe vetë qytetari thjesht,
ti ketë ta si për kokës. Sa mirë do i shijoj. Të dashur miq që na ndiqni live në këto momente, si ju duket ky propozim i avokatit Romeo Karaz, Zeqinet Saushi, e cila sa shumë tim the mua, po Zeqinet, unë dhash aprovimin më. Po aprovimin më, por unë e pyeta dhe po pyet dhe qytetarët, Zeqinet Saushi të zvendçoj Belinda Ballukun apo kryeministrin Rama, ju mund na shkruani live në këto momente dhe në respektin tuaj unë do t'i lexoj komentet tuaja, por duke vazhduar tek po t'ishte gjallë, edhe Gzim Kulufin kishe vënë do kishe bërë më mirë, se ka vdekë ai shkreti. Po që për mua, për kum ka ardhur mua në veritja, më Gzim Kulufin të kishe vënë do kishe bërë më mirë, do ishte më me shpirt, nuk do kishe vjet kaq shumë. Romeo, ti se ke njohur atë. Se ka njohur, ke njohur. Po ne, a jemi ka ta ndisë shumë zhele ne, ta vërë mërdheta ta vërë. Romeo, duket që e ta ngjallin pasaj Jaroslava Shekun e të vazhdoj të bëj vazhdimet e Zhvekut. Ti bëj këtu. Ditën e sotme Romeo, ndërkohë që lajmi u bë publik për goditjen apo për pezullimin në detyra e Belinda Ballukut, Ministra e Jashtme Elisa Spiro Pali ka dalë e qeshur me Marta Kroos rrugëve Tiranës dhe është munduar që kjo foto të shpërndahet dhe të bëhet publike. Duket që brenda PS-s ka nisë lufta. Kaq poshtë do bie unë që të po një pyetje do ta bëj unë som gazetar. Të komentoj unë shelemet e PS-s tani. Unë mendoj që të bëjmë më bet bonor tani. Kriz. Po tani ministri jashtme është tani. Tani me anëmet e qeverisë tani. Problemi është këtu tani, gjë tani. Problemi krizës. Bëjmë më serioz. Po që tani marrim Altinin e Piskut edhe bëjmë tamam pasaj gallat. Këtu. Se dhe ish interesant me ato shakat e vetëm me krip. E përshëndesim. Ashtu, tani Altin Tufën, gjë. Unë mendoj që shemrat që zihen aty brenda nuk i interesojnë njerëzve. Edhe do thua është ore kjo tragjedia ka dhe komedia, se edhe në përvdekje ka qyfyre kur nuk ri njerëzi pa qesh. Nëse na ka vdek kush domethënë, po paktën un kam një lloj proteste Ermal. Bëj një pyetje Ermal. Ti si qytetar, do t'ishe i sigurt që nën kryeministri që do vinte apo ministri tjetër që do vinte nuk do vjete? Nuk do ishte në vazhdo në kësaj? Precedenti tregon që do ishte po në të njëjtën vazhd. Tani them, si do vazhdojmë? Do vazhdojmë me të njëjtën gjë. Ore, ç'a garancish na jep ky Rama ne që nuk do na bërë një hajdut tjetër? Po e quaj sikur është hajdut. Ajo ka një prezumim pavasie, por për mua me çfarë po lexoj unë është shumë i vështirë t'i dali asaj klape, në mënyrën se si ka vajtur hetimi. Tani si do e tjetra, mu më intereson për ta fut bisedën në një kanal tjetër. Këto milionat, se mbahet pasaporta këtu, o këto miliona kush i mori? Ku janë këto miliona? Offshore do janë ose në llogaritë e këtyre se ku do janë? Edhe herë po ta duan rraf nga mjesin dark, disa thonë ku janë parat. S'mi intereson më mua pasaj si qytetar. Si do marrin paratë? Unë jam për zgjidhje tjetër tani. Ato para, zotë Ermal, janë, kur kam shkuar sot, që operova bashkëshorten, të shkuar. Ke djegën plastika, ti e njeh shumë mirë. Po. Unë fola dhe në telefon. Kam parë një spital paçavure. Të shkojnë njerëz ta shohin, ai spital është fytyra e Ramës. Dhe po t'ju jap fotot i spitali, demagogjisë Ramës i bien brekët në fund këmbë, me atë spitali atje. Kupton? Se kaq shumë ta urresh popullin tënd, ta lësh atë në një spital ku edhe ishe krisur dhe ndërtesa dhe lart ndërtoi në 2 kate lart ndërtoi, llaçe tulla edhe në katin poshtë operoi. Kupton? Dhe për të shkuar në tualetin e spitalit duhet hyrë në dhomën e urgjencës. Dhe ishin 15 apo 20 planifikuar për operim me 7 karrige. Prisën këmba i tani që do operoj atje. Dhe bëtha këtyre dhe në makina nga i qenë ca mjero. Kupton? Edhe miliona euro. Ku janë këto?
Po këta, se tani duhet, se pos unë aspiroj realisht, dhe besoj se tani mund t'jem idiot në ekstrem, po besoj që do rekuperojmë pasuri të vjedhura për këtyre. Do t'ja marrim pa mëshirë këtyre. Do t'i marrim leje Ramës dhe Berishës ne, mos kime rakti. Problemi është, ku janë këta biznesmenet të cilët, pse sa arrestojnë këta? Këto fundërrina, që na i quajnë vetëm biznesmen, që na kanë shpifur dhe termin biznes. Pra, gjithë oligarkia këtyre, oligarkia sakt, oligarkia, së të s'ka oligark këtyre, kë gënjem, këta dhe. E di vetëm më të zgjuar ky është i zgjuar i global. Mund të shiten port morali ku i zhytur mund deri këtu? Edhe të shbën realitetin në sy. Ne i vuajmë kuriz në kockë. Të shbën realitetin. Që kam gronu? Qenë aty të më operojnë në kushe mizeri? Ke i paguar gjithë jetën. Rekordmen e kampion e Shqipërisë. Në kushe mizeri operohet ati. Shumë i mirë doktori, po kushet mizeri. Dhe këto fundërinat e këtyre, familjar të këtyre, të operojnë në Amerikë dhe në për Austrije, Italije, ku ta dion. Kam një mlef, që Zoti e di. Një paqavure, Maria Tia mbyllet 6 orë të kryeministri. Dini për çdo situatës, se ke bërë vetë. Nuk e dashur njerëz devotshëm ti. I ke zgjedh vetë përgjegjësi e ti. E të mbaj përgjegjësinë aty. Se nuk ka të bëj morali sa i gjatje, po sa parimorje. E s'ka bëj morali se ke 2000 pisanjos, këtë thonë bravo dhe kur vjen. Të dalë shash Ramë, të dalin pisanjos aty, po unë si ka problem. Po s'të len, ja pas Aliu. Qa lidhe ka Aliu këtu tani? Ka vështë me presh në dorë atje, e kapi një kurvë atje me brek në pëkëm, nuk është ashtu si duket. Po kjo si është kjo? Si janë këto? Se ne këtë kemi lënë për të kapë, për kryerin. Këtë kemi lënë, gjykata për të vendosë. Ata që na bëjnë gjyqjet nga media, po nga ta bëjmë gjyqjin tyne? Nga ta bëjmë gjyqjin tyne? Se me votë s'na e le ta bëjmë gjyqjin. Se njerëzit votojnë për vendin e punës. Të shkojnë ta, pa marrë drejtorë të administratorë nga mbrapa, duke premtuar vend e pune. Sa vota do marrin ta? Kështu që këtu ka një gru shtetin heshtje që vazhdon gjithmonë. Tamam, atentat kundër shtetit. Një pjesë atyre ai dutve që ishin, me këta që janë, dhe janë bashkë. Janë bashkë. Unë i kam takuar, unë hyrë për zyra. Edhe tregtarët e Saliut, me mbiemër të them. Të kujtë ratë se janë. Bashkë, shohin kështu, shtërmbrohen, bëhen keq. Edhe një për tyre mund të ketë marrë 1200 tendera, nga 2017 deri tani. 1200 tendera. Unë po them, aq se me vrullin që ka pas, 500 ka pas para 5-6 vjetësh. Nga 2017 deri 5-6 vjetësh për para. Tendera koncesionet dhe shetan. Tani, aska nuk kanë gjellë në këtë vënd. Një pik lezeti, pak drejtësi, pak moral, man. Pak gjunamër, nuk kanë gjunamër për njerëzit. Edhe në kone Zogu doli ai edhe për hipokrizita në të pandemia ka bën një ligj për kafshët mos e godit kalin. Po këto popullin tatë për trajtojmë keq se kafshëm. Shkollat mizeri. 2 shkolla si kanë privatizoj. Ka shkëputur traditën e mësimit nga prindi ke fëmia. Po këto është edukim shëndetësi. Ku i ke? Dhe ti marrësh njerëzit nga niveli jote poshtë. Edhe në mosh, në editet ti bësh një çarçaf, po si pati një çarçaf nuk i merr. Se këta dhe kur marrin një nga jashtë, ai mundohet ma zytër e mushi thotore ka marrë tu unë, ka marrë nga Oxfordi.
them dëgjoj, o të kemi marrë për aparencë, s'kemi marrë në e për shmen. Se del ai banditi Shqiakut, ai Shkodrës, ku ta di unë i Vlorës, s'ka nevojë më. Ai emron, ai është njeriu baroni që i zgjidh gjitha. Ai me 6 klasësh. Me ato mund të rinë këta, 8 orë bisedat, dëgjojnë porta ati. Po me një akademik, 10 minuta nuk dëgjojnë tot. Ta e ka një pëkalit mbrapsh. Kjo është politikë grabitse. Këta barazuan qeverisje me vjetën dhe grabitjen, me shtypje shfrytëzimin, me poshtrimin. Unë mendoj që ne jemi të nështruar, Ermal. Populli ynë nuk e ka provuar kur demokracinë, s'ka traditë demokratike. Dhe sa të qahet kjo punë, ne do kemi punë. Po të paktën, me që ne nuk përqatot me votë, të paktën kokat kryesore të keqes Shqipëri, kësaj me duzet të ndyrë, të qelbur, t'ja qojmë drejtësisë për para. Ajo do t'a pastrojt i diku. Ndëshkimi do bëhet mësim. Po ky ndëshkim është akoma i vogël. Romeo. Edhe ngrej pyetjen, ku janë parat? Pse nuk bllokohen pasuritë e tyre? Një, edhe të tregtarëve, se korrupsioni ka disa palë. U përmendën 3 firma, ku janë detuesit 3 firmave? Pse janë arrestuar ata? Apo janë zotëri biznesmen ata? Pse s'kapen për leckash ata? Për zhelesh, i thotë Josefina, pse si kapin për zhelesh? Romeo, në këto zhvillime dhe ngjarje, vetë opozita në fakt nuk ka reaguar shumë për të vetmin qëllim që tashmë ka palajmëruar disa Nxirë këtu, a mund të operohet të spital? Shive lartë, aty poshtë operohet. Nxirë. Një sekund, Romeo. Nxirë prap, pak. Do më thënë, kjo është një sekund. A do t'a qoj foto Ma jep kështu? mua pak Forward, nxirë pak. Kjo është Këto janë arritet e mdhaja të shëndetësisë tonë për kaj vitesh. Kjo është urgjenca plastike, besoj që... Jo, aty është spitali, aty operohen. Spitali, këtu është spitali që operohen. Poshtë operohet këto penxheret, aty lartë, shiqar. Atje lartë me myke, me gjitha, katastrofë, një gjendje, do shikoj, do ke mundësin për të afruar do të më shumë kamerën vetëm për telefoni, ja këtu jam afruar dhe duket për të parë gjendjen e një prej spitaleve, asaj që... Mes Tiranës. Mes Tiranës që thonë shëndetësia falas, kjo është konkretisht se çfarë thonë për shëndetësin falas, ja kjo është të dashur miq, e keni live këtë pamje, në fakt, dhe kjo është një foto që na i dha avokati Romeo Kara, dhe kjo është ajo çfarë po ndodh mbi gjithë zhvillimet edhe shqetësimet që ne shpeshherë ndajmë edhe flasim. Jo më, nuk ka vlerë jeta jo më, s'ka vlerë për këta më. Ka që është jeta jonë dhe kjo është vlera. Ka vlerë mos na bjerë emri i madhi edhe i nderuar qeverisë. Edhe shëndetësia falas, po ja kaloi telefonin përsëri avokatit, avokat. E treguam edhe për njerëzit, avokat, të doja në fakt të ndaloja pak në këto zhvillime. Ka zëra që thonë që Belinda Balluku ka blerë dhe deputet brenda opozitës. E shikon të mundshme si situatë politike që po ndodh këtu në Shqipëri? Për disa, duke parë qëndrimet e tyre, se unë s'kam qenë aty kur janë bërë dillet. Jo, unë fjalë kam dëgjuar sa mërmendja. Por që të bëjnë dillet bashkë, po. 1000%. Kjo gjendje nuk do vite këtu pa një dakordsi të opozitës. Ta jap me firmë ty, pa e them shkurse, thot që do bësh ti. Unë 5.000 vetat kisha me vete. Qeveria e do fliste me vete, po do ikte për gjithë natën. Një gjënë shokoj malë. Opozita e ka pas gjithmonë ka njerëz. Ka dalë, ka bërë pazarën e radhës, është kthyer. Kur dilet për parime, shkohet në shtëpi me fitore. Nuk dilet për biseduar, por që për biseduar, për ngritë zërin, ngrenë parlament. Ato, kur nuk reagojnë parlament, dhe është e turpshme që në parlament i mbyllin gojën deputetëve.
I ka thonë drejt vetes ti, vërejtja pare dytë ke katërta e në qenë. Qa e në zonë në grënshejnë atë? E turshëm. Ku shjetimër? Ata kanë votuar njerëz, e ka votuar një popull. I e zgjedh kryetar parlamenti, i e kryetar i 140 vetëve para bartë. Atëherë s'është rregullore. Është diktat. Se ju s'keni kërcyer kur ja u kërcise me karike kokës flamuri, edhe gazbardhi, tani ati i kërcejnë ati. A i do flasi. Ka shqiptarë që nuk ndjekin këto mjeta komunikimi, ndjekin parlamenti, po parlamenti ndjehet edhe mënyrë detyrueshme edhe nga trupet diplomatik. Dhe ju djeg atyre biseda në parlament. A i zgjodhi të flisë, dhe nuk po flisë keq. Ka i shqetësim, a e ka të vërtet, apo jo, nuk ka rëndësi. Po, është të pak në qytetar. E ka një kosum qytetari, agroni. S'mu t'jegjish fjallën ti. Unë nuk e di se kush do merrte guximin, ti isha në parlament, e të më thosh se mua të ndaloj fjallën. Pra, nuk u tregua një drejtues i paanshëm, e që fjalla ndalohet kur ti edhe ai të bind, që këtu do të ndaluar. Të s'kemi parë ne çfarë bëhet në Parlamentin Britanik. Apo thomë në lordëve. Njëra me kulturë e shire, tjetra me vishje. Se si flitet. Edhe këtu në Shqipëri duan ta bëjmë me dy senat. Senati. Ku ta bëjmë me senat? Po kështu duan ta bëjmë. Po ku ti tregojnë pralla këta me Po senat? kështu duan ta bëjnë senati Po aty. kush do bëjnë ta më këta do bëjnë për avokat senatin, duan ta bëjnë me dy dhoma. Adhamulli i qeverisë me adhamullin e opozitës të zgjedhin ta bëjnë reç apo çfarë burgu do e bëjnë. Për mua. Senatet kanë të bëjnë sot në konceptin e sotëm me probleme federative. Pra, çdo shtet amerikan, ku janë 50 shtete, çojnë nga 2 senatorë, që përfaqësojnë shtetin. Pavarësisht se ai madh apo i vogël është shteti. Ka 2 senatorë për të treguar sovranitet barabartë. Pra, Europa nuk e ka zgjedhur mirë. Se Gjermania mund të ketë më shumë banor, ka më shumë deputet, imponohet më shumë te grupi parlamentar filan europian e tjetri. Ata e kanë me senator. Jemi bashkim vullnetar shtetesh, ne, a jam unë Arizona e vogël, apo është Kalifornia dhe Texas i madh, se cili nga ne ka nga 2 senator. Pra përfaqëson shtetin një strukturë të madhe federative. Kurse kongresmeni përfaqëson popullin, votuesit. Pra 2 vijnë nga shtetë, po të bëhemi në shteti 51, do kemi edhe ne 2. Njësoj si Kalifornia, New Yorku apo Texas. Duan të prekin spakun me këto marrëveshje. Po, ata vdesin ta bëjnë atë punë, por nuk po i le kush. Po edhe ne nuk duhet i lem. Edhe ne duhet bëjmë detyrën tonë. Edhe këtë që po bëjmë detyrë është dhe kjo. Ka shi vendit, ka shi vetes, ka shi familjes, ka shi Zotit. Kaq. Ata po t'i lesh, e bëjnë këtu katraur, do më thonë, si mos më keq. A janë këta që janë zënë për le shkoke, e me qizme kokës dhe pasaj kanë për pazare? A i quan njerëzit për të vrarë për 21 janarin, për korupcion e metës, dhe pasaj e bën kryetar parlamenti edhe president? Që, ja ku jemi. Se unë një skeq. 21 janari, mi që më ndalove, avokat. Çfarë pritet të ndodhë me këtë çështje? Vetë zoti Berisha ja ka lënë të paktën në kuptim fajin gardës, ti vetë këtë çështje e cila gjykata e Strasburgut ka quajtur krim shtetëror. Çfarë mendon se do ndodhi në SPAK me këtë dosje që është një nga dosjet e cila kërkon zbardhjen dhe zbërthimin e secilit do jetë shumë e vështirë për prokurorinë shqiptare edhe gjykatën shqiptare të thonë që nuk ishte një krim shtetëror. Edhe zoti Sali detyrohet ta pranojë që është krim shtetëror, po pa dashje. Kupton?
për ne kemi një shtet të papërgjeshëm që na vret pa dashje. Tani nëse vërtetohet që kanë marrë urdhër, atëherë do të jetë shumë e rëndë. Pra kanë shtuar me urdhër. Dhe pas ka qenë një zjarr që ka zgjatur rreth 8 sekonda. Pra, në sekondën 1 është dhënë urdhri, në sekondën e 8 është dhënë urdhri për të filluar, urdhri për të stopuar. Se po të ishte pa urdhër mund të kishte zgjatur më parë, por ka qenë mënyra tregon që është e komanduar. Tjetra, do dënohen të paktën për prishje provash për dorën e tyre. Por nëse është dhënë një urdhër, atëherë do analizohet edhe motivi pse u dha ai urdhër. Pra, të bëhet i gjak që të mos ketë më protestë të tillë në të ardhmen. Se thuaj do ishte protestë mos i javë 2 javësh. Po si ajo. Ka një protestë. Dhe momenti që ka ndodhur vrasja, protesta ka qenë duke u shpërndar. Ka qenë e dhunshme, po ka qenë duke u shpërndar dhe janë bërë njerëz që nuk kanë qenë prototipa me duar në xheba, kanë qenë më tepër SIG, kanë dashur të shkojnë protestë të tjera. Nuk ka qenë Nuk kanë qenë pjesa e dhunshme, është vërtet. Eskalionit Po. që zihesh me bisha lopate në kokë policisë. Ne kemi parë atë punë dhe unë në të sy e kam analizuar. Por janë prishur prova. Janë prishur prova. Më në fund, më ligjoj zoti fjalën, morën parasysh edhe kujtimet e hedhura në libër nga Bamir Topi e tjerë, aty do të shohin që të paktën minimumi Berisha dënohet për shpërdorinë e tyre dhe prishje provash, por nëse do shohim mirë, gjithë zinxhirin komandues që shkon dhe nëse do të dalin ato videot e brendshme të kryeministrisë, atëherë unë Berishën shoh probleme të mëdha. Avokat, garda si vepron? Merr urdhër për të gjuajtur, vepron automatikisht, duhet ma përcaktosh tu sepse kjo ka qenë tymnaja më e madhe. Ata Strasburgu ka bërë në vendimin e tij, ka rekomanduar që të rregullohet dhe ligji. Kur mund të jemi punojës i gardës, kam një problematik tani, do ruaj institucionin, normal, unë kam një parashikim ligjor si përdoret arma. Këtu do të mbahet Berisha, po jo, aty kemi të bëjmë me protestë të paralajmëruar. Aty do të analizohet dhe programi për menaxhimin e protestës. Dhe Strasburgu ka thonë, pse keni qartësuar edhe më parë në lidhje me turmat civile, pra kur ka protesta, ki shkon me armë, zjarit e protesta, se s'ka armë armë zjari. Se ne flasim për kundërvënie proporcionale. Se mbrojtjen e jetës ta njeh ligji, por të jetë sa më proporcionale. Tani ata kanë armë me gurë, me dru e tjerë, dhe jashtë po të shohësh, bile tatë Koreas Jugut janë më të përgatitur nga të gjithë, edhe policët aty përgatiten që edhe ata dëgjojnë me një shkop. Mënyrë që të jetë mënyrë proporcionale me studentët demonstrues Seulit. Tani ne kemi shembull, nuk vran 4, por vrau 1400 kryeministra e Bangladeshit. Brenda një muaji dënu me vdekje. Ne s'kemi dënim me vdekje, por nëse vërtetohet hetimi është në 3 hetime, akoma nuk është akuza. Për shpërdorinë e tyre, pengim drejtësisë dhe prishja pa fshehje provave dhe vrasje në rrethana cilësuese. Kjo është minimumi 20 vjet deri në dënim përjetshëm. Kështu që kjo pjesa e 3 e hetimit, po vërtetua, do ta zhboj pasaj. Nuk do ketë më një marrëveshje të fshehtë midis Berishës edhe ushtarëve të tij që pranojnë të dënohen për Berishën. Ja, dënimin e përjetshëm si e mban një kuris për Berishën, këtë jam i sigurt. Dhe besoj ata do flasin, do t'tregojnë vërtetën. Avokat, në gjithë këto zhvillime, vetë opozita ka thritur një protest, por duke pasur pamjen se çfarë ndodhi me protestën e parë dhe se si shkoi gjithë kjo protestë. Mendoni që protesta që është thritur ditën e anë nga zoti Berisha dhe me mobilizimin vetëm tapën 1 që se u fiksove me tapën që luan. Okej, me tapën. Dhe tapa që ishte e imja. Jo t'jash, po thjesht zhurma e tillë, në interferon mikrofon pastaj. Kështu që në këtë kontekst, Tap topi, ç'to ndodhi përpara bulevardit kryeministrisë, tani që situata është në favor të Berishës. Po ndesi protesta e tani, i bishi nuk ndez më.
nuk bëhet më. Atëherë duhet gjej një frymëzues tjetër, një ndezës tjetër. Se shkakun moral sebepin e kanë, tani duhet ndezësi. Po nuk ndezë tani. Gjose do rritë 20 vjet tjera ta provojnë ta ndezin me të, punë e tyre. Po unë mendoj që nëse do të kishe protest dhe që të bëjë, domethënë, zjarë në kuptimin e forcës protestës Tirana-Shqipëria, do ishte tani. Po nuk arritën dhe tani, i bi që kanë probleme të rënda. Avokat, në këto zhvillime, do Po, doja... ai mund tjetë duke shku protest, si tonë, adi qikë si e për i si njënarin, edhe nuk i derkoha. Do e duke studiu dosin e vetë, për E shumë. shikon të rrezikuar Berisha në gjithë të ngjarjet që ndodhin? Se vetë Berisha del dhe thot, i thash Altin Troplini, i thash Madam Lubia, i thash këtite, i thash atite, i thash këte, i thash atë. Altini ti majt keqe, me Troplinit mu ta këtë gjithë gjuhën e i, po me Dumanin i mërë të keqe. Opozita e vërtet, Shqipëri do jetë edhe opozitë, do jetë partnere e vërtet dhe sinqert e sistemi drejtësisë duke përfshirë dhe strukturën e SPAK-ut. Vetëm një opozitë e tillë do bëj Shqipërinë. Vetëm njerëz të tillë. Me këto reminiscencat vjetra, katraura politike dhe me këtë fjalor nuk ka opozitë, nuk i ha më njëri. Nuk kemi më nivelin që as të emocionohemi, po as të indoktrinohemi nga shprehje të tilla të Berishës. Avokat, në këto zhvillime, do doja të bëja edhe një pyetje të fundit. Çfarë pritet ndodhi nga SPAK-u në ditën në vazhdim dhe a keni informacione që do të ketë persona përsëri cilët do të shpallen non grata në ditën në vazhdim? Non grata nga SPAK-u? Jo, non grata nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, pa çfarë pritet nga SPAK-u është një pyetje që lidhet që çfarë do ndodhi me persona të tjerë të cilët flitet që mund të ketë sanksione të tjera nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Keni informacion për këtë çështje? Jo, unë di që me ata i kam marrëdhënie shumë mira, për tjerët nuk prononcojmë, se s'jam më zëdhën si SBA-s, edhe nuk jam aq i papjekur sa të flas, por ditëm që nga SPAK-u do të ketë ca veprime të tjera, shumë shpejt. Çfarë nuk kupton? Veprime, përballje me krimin, ne nuk kuptoj që SPAK-u të jep pret aferimi. Kur vjen SPAK-u, ne që në kanë lënë të sotrojmë vetëm akmarrjen, atë revenge-in, ne do shohim se si këta që në kanë vjedhur, do të jenë ditë zeza pasaj. Do vazhdoj. SPAK-u nuk do mbylli dyqanin, do ketë një impuls të ri bile. Nuk do e mbylli dyqanin, çfarë mund të kuptojmë neve? Dyqanin ku shet aktakuza. Aktakuza. Normale. Do ketë goditje për kureshtje tani, dua të di. Do ketë goditje nga opozita apo mazhoranca, se po kuptojmë më çfarë po ndodh. Ja, do vazhdoj. Ku kanë dosi që kanë punuar, besoj se tani ka koha të konkludojnë. Fakti që amerikanët vinë dhe takojnë vetëm zyrtarët të SPAK-ut, është kjo një shenjë që e braktisin? Ore, nuk e kanë problem fare ata. Për ata nuk kam atu. Do godasin ku ta shohin ata. Nuk kam presion edhe njerëz që të shesin port që nuk japin llogari para drejtësisë. Asnjë nuk është pengesë, nuk nga i pari shtetit deri në fund, domethënë. As e kanë problem fare ata. Të paktën me aq sa diun, me aq sa kanë biseduar me ta, janë moral shumë fort dhe janë në rrugë shumë të mirë. I inkurajoj të vazhdojnë ashtu, siç e kanë nisë. Mund të ketë as trima para tyre, as pushetar të madh, as ku ta di unë, s'ka, as tarap as gjë. Nuk, sidomos është një bërtham aty që është shumë e mirë. Do të kisha edhe një koment nga ju. Po ai ishte pyetja e fundit, se vazhdo. Do e bëj edhe një koment sepse kemi parë që pasi kjo ngjarje ka ndodhur, Agronshi me disa të ri ka vajtur tek kryeministria, ka kërkuar dorëheqjen, Gazbardhi ka thënë ky është fundi. Si shikon këto? Është fundi një etape qeverisje. Unë ta thash për moral. Unë nuk e di si do
e konceptoi vetë Rama, vazhdimin nesër. Do vazhdoj të injoroj, po ti injoron të keqin, po s'ti injoron ajo ty. Kupton? Njerëzit duan ata që kanë dy paremën, jo ata që nuk kanë pas dignitet, nuk e meritojnë mbase të qenë njëri. Po ata që kanë dy paremën, thonë, do ndryshosh apo jo? Dhe shiko, ne po i kthehemi prapë asaj. Tani, o me irë o me pa irë. Këta, se thua ti, a kanë blerë nga ajo përballë, po kodi zgjedhor si e bën? Një. Po ajo vula si vajt i ke Saliu, vula PD-s, se ka vajt një vendim të jashtëligjshëm. Unë më bind për të se. Jam aq jurist sa të them që është totalisht jashtëligjshëm. Pra vula nga Basha tek Berisha ka vajtur në një vendim të jashtëligjshëm. Por vllai dashur, konflikti paso interesi. Të kishte lejuar Berisha që dikush kundërshtari i tij të kishte për shembull gjyq me mua, edhe në atë gjyq të ishe gjyqtar i shoferi im. Ai tha vetë gjyqtari, unë s'mund gjykoj ty se kam konflikt interesi. Jo. Dhe aq më tepër që kur vjen një palë tretë që ka interesat të përzihet fare. Dhe është dhënë një vendim nga gjykata e apelit në kundërshtim me detyrat që ka dhënë gjykata e lartë, unë e kam parë atë. Pra Belinda Balluku... Nuk thash Belinda Balluku. Jo, po them në kontekstin e ngjarjeve. Jo, për vulën. Pra në kontekstin e ngjarjeve janë të lidhura të gjitha me këtë se çfarë po ndodh në tërësi. Jo, më the, a janë blerë... Bashkëpunime në këtë kontekst e kam. Tani... Se kam tek... Si mund t'jesh opozitar ti, kur ti je bashkëvrasës i demokracisë. Pra ti e personi, një nga dy personat, që ne nuk na ka lejuar të kemi zgjedhje të drejta, të lira, të ndershme, të barabarta periodike në Shqipëri. Ose sa herë që kemi hallë në Shqipëri. Ti a ke bindjen që kjo situatë, e cila është thjesht një ruajtje statukuoje e oligopoliteti politik, duopoliteti politik. Pra, kemi këto dy forca politike, të cilat nuk lejojnë daljen e forcave të reja. Po marr rastin e Agronit. Edhe Agroni për mua nuk ka ndërtuar mirë. Nuk është ndërmarrje. I morët i njerëzit i vura tjetëni. Nuk është ndërmarrje. Pas po hymë shumë ta komentojmë. Jo, të komentojmë se kështu u linda ja. Si nisi do bitisët. Vje mua mesazhi pa më njoft, edhe me koment nga një vajzë e re, se nuk është call center digniteti im. Do vini zotërit që të zgjidheni kryesi në njësisë 5. Po, më keni nderuar shumë, i thash. Po kush më ka zgjedhur mua? Pra, ishe e vlerësove me njerë shumë, ti. Do më ti me njerë e përjetove. Edhe pse kishe kaluar kaq vite. Po, edhe kishe drejtë i Arben Male, që tha, më ka sjellë, e ka çuar aty si duket, po atë mesazh. Po më shpozihesh për njëjtin post apo kishte poste pa fund? Ai ka bërë timaj. Po si zgjedh të njerëzit? Kush e ti? Ky stalinizëm. Po këta nuk kanë bërë kursin minimal për të marrë me politikën. Kursin minimal, pra teorik, për të marrë politikën. Ky stalinizëm. Këtë ka bërë Saliu në Thënjish. Ka fut 4 veta kryesi. Nga shkurti mars i vitit në Thënjë, ndryshoi raportin e forcave. Se nuk ishte pro ti. Kur ka qenë komisioni nisëtar i PD-s në atë kohë. Tani unë them, po të instalojmë zgjedhje të drejta, të lira, të ndershme për shqiptarët, aty se duke hequr dhe fjalën në parlament, aty, sa i një deputet 2 është. Tani këtu jam pro ti këtë rast. Hajde të dali të protestoj. Dhe nuk ka rëndësi sa është numri protestues. Ka rëndësi kauza. A ka të drejt apo s'ka të drejt? Për mua ka të drejt. Pra po e jap drejtën aty ku e ka, ke fjala në parlament dhe ke protesta, nuk e jap drejtën ke mënyra ndërtimi i partisë. Jo, s'është parti. Ne kemi thënë, parti që nuk organizohen në bazë të ligjit për parti politike shqiptare,
me demokraci nga poshtë lartë, janë palishme. Kështu janë dhe PS me PD-n, me këtë kod zgjedhor që kanë bërë që ka 2008. Por ne kemi një komision zgjedhor politik, pisa njës, po kështu ministrin, gjykatën, e ku ta diun, që nuk i nxjerrin të parti nga ligji. Kush e njeh këto partit tona zgjedhin nga poshtë lartë? Rapa shtrapa, bëri një foltore, la 3, la në mes, pasaj për gjysë, Saliu, nuk u morë vesh me to, kur nuk u bën, dhe kur janë në pozitat vështira, të dy këta lider politikë shqiptare, si Rama, si Berisha, janë drejtuar filozofisë një antar, një vot. Pasaj kur kanë hypur mirë në krye, pasaj kanë thonë, ka marrë vendimet vetë. Pra demagogjia e tyre është e provuar. Tani çfarë forme duhet gjejmë ne politike, domethënë, po dhe si veprim, si aksion politik, që ne t'i kthejmë demokracinë. Ora ky popull nuk ka përjetuar demokraci reale ndonjëherë. Dakord, ja. Kjo është katraur. Çorap. Është. Kjo është lesha mami, lesha rapi. Tani kjo është katraur. Tani ky popull po të përjetoj, kam thonë edhe kam harruar, me kam letrën në shtëpi, ata zgjedhin, tani kishin 4 në dorë, kishin zgjedhjet për gjykatën supreme në Pennsylvania. Po si ishin edhe në Amerikë ti? Po. Se ti riti e bëna një udhëtim në Amerikë. Normal. Po jo, unë e di, normal mos ma thuaj se unë e di. Po këta shkojnë takojnë ca rufjan tjerë, unë takojnë menoj ca bura qik më të mirë se jo, tyre. I kishe tamam ti, jo qik më të mirë, se kër e thua qik më të mirë je modest. Ata ishin tamam burës, ishin kongresmen, ishin njerëz me dignitet, takove djalin e Trumpit, puna është që ti si bën PR vetës, tani këtë e di unë problemin tëndë. Je më modest se të zhduhet, Romeo, po tani s'do rrit të flasë unë për ty, se duke se po të bëj qokë që më vjen në emision. Normal. Unë të realizohet e këtë tash. Pa i bo pa qavure këta, se i kam dhënë fjallën vetës. Në komitetin politika të jashme, si senatit, si kongresit, me personat veçantë kam bërë të punë. Dhe prap dhe iki. O, nuk ja u lejën këtyre. Ky mund talle me gjithë poplin, po me mujojer. Këta nuk e din që kanë bjetë për balë tyre. Merë ti jetën timet, familjes timet, vëndit tim, poplit tim, ti se jetë ti, se do ti. Me ca zhulaman që i thonë vetës gangster këtu, që si logaris hiq fare, do më tënë. Me gjitha të në krye, edhe kërkon ti të mbjetosh ti, e ta përjetësosh ti sundimin tënë, ja, nuk ka kështu vërti. Edhe ato që kanë arruar këta, i diun, i mbaj mëndun. Kështu që unë të ta bëja të punë për cilin jam njësë, edhe kam bërë dhe i diku. Ore, shpirti me shqitë dhe gjysën në Shqipërisë, ca gjëra nuk do i kalojnë më këta. Kupton? Edhe nuk e kam thonë kështu si më gjysë zërin. Nuk kam më mandat tjetër. Të hidhe për pjetë me gjitha pelivan ligjit e ti. A i tha, basi 4 i... O, ti majtë keqin, ta shofi me dylbi, kam i dylbi. Bas 4 i tha i ati të... Ore, ti lërë to... Në zona ju lindore, basi 4 të arrojnë, nuk tha dhe ti shkon tërkon, tha. Nuk kam më mandat tjetër. Ti shkoj lafi, nuk kam më mandat tjetër. Ta arroj që ka mandat tjetër. Po të shoj mirë se si të shkojnë kjo punë. Edhe këtë mandat s'ka për ta marru. Për që është kështu puna. Se s'ka qeveri, tha, ka përënditha. Kur s'ka qeveri, ka përënditha. Kur s'ka qeveri, ka përëndi. I një gjonë, Zoti lutit e gjithë njerëzve që i kanë rënë qafë ta. Ore, kam thonë, se atë debati, ta kam thonë dhe jere në intervjist, e kemi bërë të avolin. Ore, ti me që nuk ka zotë, mërë. Dhe ato intrigat e tuja, duke mos i marrë vesh gjithë njerëzit, nuk i din njerëzit, e zdo shqien, ose zdo gjykohen, zdo kem pasoja. Po, sikur 1% kem drejtun, po sikur të ketë zotë, kush është i humbur? Unë apo i zlumqari, që s'ka lën kusur. A, që s'ka lën kusur. Ore, nuk e menoj ta që mund të ketë zotë? Se Kurat Rëmeti tha o zotë, ta. Po këta kur janë vështirësi të o zotë, thonë. O zotë, ta, Kurat Rëmeti. Pasaj tha, jam zotë unë, po, që zotë jeti?
Ti asgjë nuk flet dot kur do ti tani. Se nga halli s'mbyllet syt. Kjo është e vërtetë. Jo, Po ti shikosh sa ju troket një problem drejtësi këtyre, ju ikën gjitha i shkëlqimi, gjitha i lezet që kanë, bëhen si bosh, marrin një formë të çuditshme. Po pse shesin port, pse fryhen? Pse bëjnë sikur janë të gjithë diturit? Pse bëjnë sikur gjithë bota rrotullohet dhe na shef ne me fanarin ton ndriçues, me mendjen e madhe enciklopedike? Kush e tjerë? Po ti na ke heq drejt e votës, më. Ne po jetojmë pa minimum jetik, gjithë shqiptarët. Ne po operohemi në ato spitale si hale atje. Fiksa ashtu janë. Edhe shet porti. E më ka harë shpirti majtunës. Edhe s'kisha mundësi financiare, ti thoja grus, hajde tani të më nderofsha spitalin e gjithë e shkruaj. Edhe ta le unë, më kanë zjerë një gjënyfë atje që më bën meme mas memesh. Shëndetësia falas. Që nuk di që thot atje. Ky i kanë zjerë, ky i ka gjetë. Ky i gjenë. Ky i gjenë. Ka gjetë një ministër të jashtëm ky që... Pse merrni kot me Belindën? Me tëmër. A ishtë problemi. Aty fillon e mbaron. Më vinë mua njerëzim thonë, sa bëj unë se kështu ka porosia që se ti e tipi vështirë ti këtu. Ju kalon porosia, po se qasni atë. Kështu është, a tërgojën porosin ati. Kur të ju me kohën time do t'i bjesë e derës kryeministrisë. Basë edhe mënyrë reale. E disim se tani ku më kujtohet se ke qenë vetë boksien për para? Jo më jo, për këta dun tjetër lloj trajtimi. Të likan këta, si lipe shtoku mas dere, kuptoti? Po unë për të mire kamë, për të bëj një punë të mamëre. Jo s'na duhet kjo. Se këta të vënë në lisa të zeza, këta fundërinat. E këta du të bjenë disa të zezat popull shqiptar. Këta i kanë vu njerëzit e devotshëm në disa të zeza. Këta në ka shkel drejtat dhe juridikisht do përgjigjen pa tjetër, do ta formuloj dhe nga në juridike, për atë parë politikisht. Se nuk po dalim këtu për hallet tona. Po unë duke përjetuar hallin tim, unë mendoj që përcjell edhe hallet e shumë tjerëve me cilët unë bisedoj. Që e din vetë që shkruajnë këtu, allergji, që kërkojnë një zgjidhje juridike, i mundojnë të janisë ato pa ditë dhe si një kush janë. Ja u bëjt gashme se kushtojnë. Si janë njerëzit hall. Në hallet që ka futur ky edhe ai tjetri bashk, që zgërdhijet ai, tregon Troplinin, Altin Troplinin. Një djalë besimtar, një djalë i devotshëm, djalë i shkëlqyer. I vë dhe mbi emrin vetë Dumanit. Të vë ai. Karaxhiçi, Sali Karaxhiçi. Të vë mbi emrin ai. Që nuk edhe fakti që është ky zullumqtar i madh si Rama, zotot se na bë Burimir Saliu. Saliu tani që i doli si janari, na doli që ka dhe burat mirë të atë spakut. Harroj tani të tallej. Se mendojmë që me korrupsionin mund të ketë një mundësi t'i shmanget. Po këtu që si janari ka ngecër, e tradhoi veti atje dhe ka folur tamam si i pandehur. E tradhtoi vetja dia 100%. Unë e dalloj, unë pash dhe deklarimet e tij. Pra shmangu e pranoi që është krim, e shmangu nga vetë që ke garda, dhe pastaj tha, ajo prova nuk është provë. Kush e tjerë? Vlerëson ti s'është provë, ajo ai qizimi. Ajo nëse do pranohet si provë, do pranohet nga gjykata, ta shohim mirë pastaj. Ç'është që ka thonë aty si i diçka. Pra ta zhbëj, domethënë. Ti heqim provat, të heqim dëshmitar, sa ca i prishën dhe në atë kohë, edhe kam të drejton, nuk jam unë i fajshëm. Kjo është drejtësia. Ta shohim se mbi atë Sali është krekosur ky tjetri. Se të kishe i tjetër për balë dhe shifnë. Sa i Sali duke qenë halla i bën pazar nga mbjesin dark. Bën pazar duke qenë nga mbjesi deri në dark. A ke parë që po vuan gjë?
Jo, për të fajtur. Po çfarë thot media për kullët e fëmijëve të tij? Apo ky jeton me tani unë jetoj me allët e Miletit, se ja ti je shef, ku po ble ushqimet? Mund të shikoj gjithë kohës. Edhe them edhe i çik të plas edhe të bëhet që si ka shkuar me në njeriu këtu, se na kanë lodh kaq shumë se s'po e shprehim dot. Po ai që si mbarojnë shtëpiat e Argitës nga në çdo kryeqytet të Europës, ai që në hall të fukarajt. Ati po i dhimbse të populli. Ai që i vuri për ministër shëndetësie, më not ti je kryeministër mjek dhe shkon dhe e bën ministër shëndetësisë një person që s'ka lidhje me atë punë fare. Bernard Nokën. A kupton? Se mirë të tjerat nuk i merr vesh ti. Po duhet një menaxher i mirë në shëndetësi, Romeo. Duhet një menaxher i mirë, nuk duhet të jetë vetëm mjek, se ky duhet kuptojmë që qeveria kërkon menaxher. Si ka Serbi Bosnjës që e mori në mbledhje të qeverisë. Pastaj gabim aty. Si ka emrin ai? Ai Damir Fazlić. Pastaj mori atë. E kemi edhe menaxherin. Është. Pastaj mori atë. Të thella janë shumë të punë. Shqipëria 1 euro, ky do të japi paketën e maleve. Ora, të gjitha të ligjet të shbëhen. I them, or njerëz, mos u merrni me këtë punë, se s'ka gjykata, siç janë bërë të shbëhen. Me vendime, me ligje u bën pisligjet, se këta gjë më e keqe në një popull, nga ana juridike është kur gjërat e palishme bëhen të lishme. Dhe ai merr parlamentin, merr derrat atje, që i ka zgjedh vet, që i pjesë janë për burg, janë për burg i pjesë. I këtë sigurt, i qonë atje, ose merë pa përgjeshëm, edhe votojnë si do ky. Por nesër në parlament tjetër do shbëhen. Do fillojnë pastaj me ligjet e Singaporit, i kemi të gatshme bile. Edhe nga një vend me 80% 90% perceptim korrupsionit, sot e ka 0.5. Dhe s'ka fukarallik. Thjesht në vendet e prapambetura me fukarallik, thjesht ka korrupsion. Këtë e kanë preambulën e Bankës Botërore. Këtë bëj Singapori, nuk bëj një çudi të madhe shkencore, vullnet mirë. Njerëzit e duhur në vendin e duhur. Ta duke vrarë meritokracinë dhe brenda partive të tyre, pastaj në përqeverisje, kur vin pushtet, këta i kanë shtruar rrugën dhe kanë hapur derën me 2 akanatat korrupsionit. Dhe për këtë do t'i themi, pavarësisht që i themi, mi thonë sa më shpesh, por e këtu ne nuk pushojmë. Ju s'dalojnë duke na vjet, ne s'do dalojmë, por ne duhet shtojmë hapat. Ka nevojë për i lëvizje qytetare. Ka nevojë t'i kapësh për zhelesh e t'i nxjerrësh nga zyra tani, edhe në pato kazanët e tyre t'i hedhësh. Kështu e mendoj realisht, e dëshiroj me shpirt, edhe duke e menduar shpejt, po e mbaj vetëm mos ta bëj. Them priti çik, se mbase duhet bëj kjo punë. Këto fundorina nuk meritojnë të qeverisin ne. Na vjet këti 50 milion këtu, 100 milion, kush e tjere? Kush e tjere? Qarë motin e titi, të me gojnë plot, që na vjet ti ne, se do ti. Kush është kërë? Që na vjet ne. Jetojmë robërinë e këtine. është turbion që e durojmë, asgjë më tepër. Turbion. Romeo, unë të falenderoj shumë për kohën tuaj dhe që ishe pjesë e kësaj bisede, të falenderoj është masë në fakt që edhe për shkak të ngarkesës dhe problematikave që ke pranove të ishe pjesë e emisionit Sinjal. Kam një mlef të pa shembull, më. Thash dhe herë, vi nga i vend edhe stalla. Unë kam i qenë vogël e kam ke veterineri. Shumë dijitos me veterineri këtu, që shkom për këtegu. Kush e shumë të mirëm? E kam bosh ti paqavure së unë, që familjarët e mitë të shkojnë të gjëndje. E ndja vetëm pa dijitet, poshtruar. Të poshtruar më. Kjo shumë drejt në fakt. Nga ky, me beqen edhe me këto tjera që ka marrë ky, që e ka quar, mund t'i bëj 1 apo 2 milion, bëlte e kosto e një nga to shërbime që ka bërë ky me koncesion. E ka vërë 100 milion.
ta hapi prokuroria. 50 herë më tepër, kostën. Që ka që një check-up edhe i tjetër. Po, është Kam folë me vërtet njerëzit atje. sterilizimi e 100 milion euro, kjo shumë të Po. saktë. Edhe mua ma kanë thënë që do Edhe- kishte, edhe po nuk i kishte shohin. bërë ndryshe, Hajdut kokë e këm. Edhe bëjë sikur s'di gjë këta. Që ta kanë bërë krime të mëdha. Edhe është e pafaqshme kushdo që bashkëpunon me këta. Që faktori jashtëm, që të brëndshëm. Dhe është tradhti edhe nga opozita që ri peng aty Berishës dhe nuk del për balë atje. Aq popull sa kanë gjetur. Orë, ky popull mund të jenë njerëz mbase të kënaqur. Por ne që na shpreh digniteti dhe drejtat tona, ne dalim e të mos kthehemi në shtëpi pa shku këta në vendin e duhur. Po atë e bën një opozitë që është krah për krah me institucionet e drejtësisë. Kjo opozitë që këtej shan institucionet e drejtësisë, këtej bën opozitë, kjo është peng. Edhe nuk ngjall shpresë. As ata që janë jashtë nuk të përkrajnë. Prandaj unë e shoh këtë që jashtë këtyre struktura mund dalin njerëz të tjerë, të reformatohet më. E të mjetë, orë nuk e bëj kur për post, kur zdo mos marë post, mos paqa post. Thjesht ndryshoj për mirë. Për këtë e kam normal. ja, se vënd diskut. Se bolla nga lodhë këto, tani digjojmë pralët me zëqine, tani, edhe të jemi të lumtur, tani se na ka dalë ky, na menaxhon ky me zëqinen. Për është turpër. Romeo, unë të falenderoj shumë. Unë të falenderoj më shumë se je duke bëj punë shumë mirë. Faleminderit. Dashur shumë miq, duke falenderuar secilin për ju që na ndoqën në emisionin Sinjal këtu me mua Ermal Peçin për të diskutuar mbi zhvillimet dhe ngjarjet më të fundit. Do të dëgjojmë përsëri, mos harroni subscribe dhe regjistroni kanalin ton Antena Televizion. Regjistroni, komentoni dhe shpërndajni live sa herë që ne futemi, qoftë me formatin pa emër dhe qoftë me emisionin Sinjal. Nga unë Ermal Peçi, natën e mirë dhe mirupafshim.